Në fletoren zyrtare të datës 25 shkurt 2026 janë publikuar disa dekrete presidenciale për dhënien e shtetësisë shqiptare disa shtetasve të huaj, mes tyre edhe shtetasit italian Marco Roberto Casamonti. Ky është një emër i njohur në Shqipëri pas vitit 2016 për lidhjet e tij me projekte arkitekturore dhe zhvillime urbane në Tiranë, Durrës dhe Vlorë. Në dekretin numër 88 datë 20 shkurt 2026 thuhet në zbatim të nenit 92 shkronja C dhe nenit 93 të kushtetutës, si dhe të neneve 9 dhe 20 të ligjit numër 113 fraksion 2020 për shtetësinë, me propozim të ministrit të punëve të brendshme, jepet shtetësia shqiptare Marco Roberto Casamonti. Dekreti nuk jep shpjegime mbi arsyet e dhënies së shtetësisë shqiptare arkitektit italian Marco Casamonti. Ka qenë i përfshirë në projekte të shumta ndërtimi në Shqipëri dhe ka bashkëpunuar me studio dhe kompani vendase, përfshirë Atelier 4. Emri i tij është përmendur në media si arkitekti i preferuar në disa projekte të rëndësishme urbane. Në Itali, media si La Repubblica kanë raportuar më herët për çështje ligjore që kanë përfshirë emrin e Marco Casamontit në lidhje me projekte ndërtimi në Firenze. Ai rezultoni dënuar për korrupsion në vendin e tij. Dhënia e shtetësisë shqiptare, një arkitekti të huaj me aktivitet të gjerë në projekte publike dhe private në vend, ka ngjallur interes publik, ndërsa arsyet zyrtare për këtë vendim nuk janë bërë të ditura.